Stuit e rrëmbyeshme të shiut në Kaliforni len 3 të vdekur. Stuit e dendura të shiut në pjesë të madhe të Kalifornisë shkaktuan përmbytja dhe rrëshqitja dhe EU dhe lanë 3 të vdekur deri në natën e Krishtlindjeve, thanë zyrtarët lokal. Stuit të cilat vazhduan edhe të premten dhe të shtunën sollën rreth 37 cm rreshje në disa pjesë të qarkut të Los Angelesit. Shkaktuan evakuime dhe mbyllën rrugët kryesore, shkruan BBC. Ekipet e ndihmës së shpejtë kryen disa operacione shpëtimi duke përfshirë dhe shpusetimin e njerëzve të bllokuar në automjete, ndërsa ujërat përmbytjet u rritën. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom shpalli gjendje të jashtëzakonshme të përkurën në Los Angeles dhe në qarqe të tjera jugore të Kalifornisë. Rreth 100.000 njerëz në shtet ishin pa energji elektrike deri në mbrëmjen e ditës së shtunë.